kam një përvojë për shembull se zakonisht mundu me sjell njerëz prej shteteve tjera. Edhe një herë kam pas një mysafir prej Brazilit, Rio de Janeiros, një profesor, edhe në momentin që hynte Veterniki në Ramje, komenti i tij kam thënë ma bën një koment për Prishtinën. Pamjen e parë që ka po, më ka thonë favela vertikale. Favela vertikale. Favela e dini në lagjet e parregullta të Amerikës Latine, ku kom pas fatin me jetu një vjet. Në ato shtëpit ki jetu në gjyra në gjyra. që ndërtohen rastësisht. Aty s'ka planifikim? S'ka planifikim, varësisht për kërkesat të familjes, jashtojnë një kat. U voni për fëmijë, shtaj edhe një dhomë aty, ha? Vitin ardhshëm edhe një kat, afërsisht Prishtina duket për shtypja e profesionistave është ashtu. Do më thënë, planet regulative nuk du me ofendu ose me mendu negativisht, por me të vërtet shumë shpesh ka ndryshu. Në qoftë se si një koleg tjetër prej Spanjës, i cili ka bashkëshortën kineze, e njëjta përshtypje, këmë thonë, ma jep një mendim për Kosovën, për Prishtinën. Përshtypja është si me qenë një vend në zhvillim kinez. Kjo është kompliment. Zhvillim kinez? Zhvillim kinez. Sepse Kina është shumë shpejt, kur ta shikon realitetin, në vitin 2000, na kena ndërtu objekte të cilat kanë qenë shkatrune për luftës. E kena ndërtu 4-5 katëshe, 2-3 katëshe. Pas 10 viteve jenë të rëzu 15 viteve të njëjta të reja pas luftës, për me ndërtu tash 15-20 katë. Kemi arrit duke dhejnë 40. Dhejnë 40, edhe ka me pas objekt tash edhe ma të lartë. Do të thëtë është tash shpejt. Mas kena ujë, ku... Ato janë problemet ashtë tjera që... Kër e shënë ndërtes, Prishtinë e këshirish, dhe thonë, qështë shka në ujë më në atje? Po, duhet pompat, edhe pompat në alet rryma. Ose a i mirë të pompave, po shku pak përshem, së mundet marë në regullu, problemi... Tash, kjo tjetra është në të ne shumë procese varën në pak persona, që dhe tëtë nuk është një sistem, edhe sistemi organizohet me persona që zavëndësën një tjetër në kështu me ratë, po në ata qatë shpejt jemi të zhvillu, edhe kompanit private, privatin përgjithsi industria, nuk ka ko me prit zhvillimin e shtetit. Gjithmoni prind industria, nëse ndalimi, po mbjen ka pak me ndërprej për nuk kam qare, për arsye se nëse ndalimi me shiku që ka ndërtu shteti në aspektin e objekteve, nuk di ku më ndalë. Palatin e Rinis më doket i ka ra në gjyrë mrena njëherë, edhe nuk e di diçka, për ndërtesës qeverisë që pas luftës që në bore novimet e gjitha ato. Po diçka, nuk ka ndonjë ndërtesë që tash për momentin mbjen mend ose se e shoh. Impakti i shtetit e na është më i madh në infrastrukturë. Po. Domethënë investimet maksimale në infrastrukturë. Tash kjo e kupton që nëse tash pi përmend edhe dikon tjetër, një mysafir tjetër që kam pas për Italisë, tha Visar tha ju po vjen mirë që keni vullnet, keni rini, shpresoj mos më na shku rinia, se nëse shkon rinia, keq që kemi punë. Por mos harroni që keni pas probleme bazike infrastrukturore ujësjellës kanalizim në vitin 2000 pas luftës. Fatkeqësisht në shumë qytete vazhdojnë me qenë këtu.